Në shtator të 2021-shit, Sali Berisha në ato kohë vetëm me ofiqin e deputetit dhe ish kryeministrit, nisi atë që do e cilësonte si betejë për dinjitetin. Gjithçka kishte lidhje me sanksionin non grata që u dha nga SBA 3 javë pas zgjedhjeve parlamentare, si dhe me një vendim të Lulzim Bashës për ta larguar nga grupi parlamentar. Më 16 shtator, një datë që gjatë komunizmit përkujtoi konferenca e Pezës, shënoi edhe ditën kur Berisha do të niste betejën për të marrë nën kontroll PD-n, që kishte si kryetar në atë periudhë Lulzim Bashën, të cilin vetë ish kryeministri e bekoi për qëndruar në detyrë edhe pas humbjes në zgjedhjet parlamentare. Për pothuajse 5 muaj, Berisha zhvilloi ato që i pagzoi me emrin foltore, që as më shumë as më pak ishin takime qytet me mbështetësit e tij, ku kryefjala ishte cënimi i dinjitetit të tij, të pari nga sekretari amerikan i shtetit asaj kohe Antony Blinken, dhe më pas nga Lulzim Basha, dhe kryefjala në ato kohë ishte lobimi i George Soros. Në 11 dhjetor të 2021-shit zhvilloi atë që e quajti kuvendi i rithemelimit të PD-s, dhe një javë më pas thirrri në një referendum ndërsinë e partisë për ta njohur si kryetarin legjitim. Lulzim Basha gjithmonë më shumë nisi të quhej ish kryetar, një nga ata që konsideroheshin mbështetës të tij në forume ose formsuan një grupim të tretë që më pas u bashkua Berishës, ose e tradhtuan pak javë pas ngjarjeve të 8 janarit 2022, kur u bë edhe betejë për marrjen e Selis mes një grupimi që ishte ngujuar brenda dhe mbështetësve të Berishës, që tentonin të çanin dyert e blinduar. Berisha tregoi me zgjedhjet e 2023-shit se kishte kontrollin e plot në elektoratin e PD-s, edhe pse nuk kishte ende siglën dhe vulën e partisë, por rezultati elektoral për pushtetin vendor ishte katastrofik. Ai arriti të marrë 5 bashki periferike ku më e rëndësishme është Kavaja, por duket se ky rezultat mjaftoi për të marrë më pas vulën e partisë nga Lulzim Basha dhe grupimi i tij. Ndonse betejën për dinjitetin e nisi me non-gratan që edhe sot e kësaj dite e ka si sanksion amerikan, pasi mori vulën e PD-s, nuk u fol më për dinjitetin e nëpërkombur, duke u mjaftuar me faktin se Lulzim Bashën e kishte përzënë si tradhtare e besprer, ndërsa ata që dikur i qëndronin në krati, tashmë ishin bashkuar Berishës si djem të urt, që shikonin liderin e vërtet që do i çonte në fitore. Berisha vijon të jeti sanksionuar nga Dash, pavarësisht pritshmërive të larta që krijoi pas hyrjes në shtëpinë e bardhë të Donald Trump dhe emrimit të Marco Rubio si sekretari i shtetit. Nuk i ka dhënë asnjë rezultat në këtë drejtim. Gjithsesi, betejë për dinjitetin e nëpërkombur duket se ka përfunduar. Tashmë Berisha ka marrë rolin e misionarit. U vetë quajt fillimisht si misionari që do të nxirrte shqiptarët nga varfëria, se nuk kishte asnjë interes personal përveç sa atij të rikthimit të tretë në qeveri për të realizuar arritjet më madhore. Ky mision i dështoi në 11 maj dhe menjëherë pas zgjedhjeve u vetquajt misionari për votën e lirë. Në pothuajse çdo deklaratë pas 11 majit, ai është shprehur se është si misionar që do të zhvillojë betejën për të rikthyer atë që e konsideron votën e lirë, duke mos njohur rezultatin e zgjedhjeve dhe duke vijuar një seri denoncimesh që sipas tij provojnë manipulimin. Nëse analizojmë periudhat kohore, betejën e dinjitetit, Berisha e zgjati për rreth 2 vite deri në momentin e marrjes zyrtarisht të vulës dhe logos. Rolin e misionarit të parë zgjati për më pak se një vit, ndërsa duhet pritur se sa kohë do i zgjasë roli i misionarit të votës së lirë. Me shumë gjas këtë rol mund ta mbajë deri në zgjedhjet e ardhshme lokale, për ato 2027-s, dhe deri atëherë ndoshta do të shohim të tjera raste të pazareve politike ose jo, mes tij dhe Edi Ramës. Në këto 4 vjet kemi parë disa të tilla, përfshirë edhe ndryshimet në kodin zgjedhor apo amnistin penale, për të mos përmendur pastaj aludimet apo akuzat për pazare në ndarjen e territoreve për leje ndërtimi. Ajo që nuk dihet sot është se kur do të vendosë të jap fund lojës me role misionarësh, me cilat tashmë po synon të zgjasë sa më shumë mbajtjen nën kontroll të gjysmës së politikës, pavarësisht përqindjeve në sallën e kuvendit.